thjesht mënyra për të thënë diçka të shkurtër, nuk e di, me pyetje përgjigje ndoshta më shumë nëse keni diçka dhe ju që interesoni pranë strukturave tona të turizmit. Këtu nuk kemi të bëjmë me detin ose me, po themi, me destinacionet që janë afër plazheve, por me destinacionet që janë ato malore dhe rurale, po të keni diçka, jemi këtu për ju. Mirënjohje e madhe për këtë lloj bisedash edhe që bën dhe që krijon me këtë lloj qasje me komunitetin e biznesit. Një falënderim i jashtëzakonshëm për atë parkun e besimit që ishte komplet ideja juaj dhe ajo që do ndodhi pas me bumin turistik do jetë jashtëzakonshme. Tani të them dy gjëra unë nga këto, e para për punëtorin është diçka që është problem, por dy gjëra kam këtu. Një që duhet të jeni shumë të vetëdijshëm që pjesa më e rëndësishme, më themelore, më jetike e gjithë fatit të objektiveve tuaj janë burimet njerëzore. Është kapitali njerëzor. Aty mos kurseni. Më mirë një suva më pak se sa ajo që fiton nga duke mos i dhënë atij ose asaj atë pagën që ta bëj të ndihet i rëndësishëm ose e rëndësishme. Dhe tjetra është që ne kemi bërë një lehtësim shumë të madh në ditët e fundit, në javët e fundit për të marrë punëtorët nga jashtë. Duhet ta shikoni atë, e kemi lehtësuar komplet. E kemi bërë, domethënë që për 5 ditë juve merrni punëtorët, i merrni vetëm me vetë deklarim, nuk kam nga ato jo hajde këtu, jo hajde aty. I merrni me vetë deklarim edhe pastaj ata vinë, marrin lejen e punës dhe pastaj bëhen ato gjërat e thjeshta për dokumentacionin e tjerë. Dhe këtu do shtoja edhe diçka, sepse e bëjnë shumë në vendet e gjirit ku në kohën ku ka shumë punëtori të kualifikuar, ka dhe shumë shqiptarë që punojnë atje, që në kohën e verës ku ne kemi bumin e turizmit dhe ata nuk kanë njerëj atje. Kështu që shikoni dhe mundësinë që të bëni marrëveshje dhe kështu ndani dhe kostot me një restorant atje, një klub atje, nuk flas për hotelet e mëdha, flas për këto të voglat që kanë kamarier, kanë kuzhinier, edhe që praktikisht ata i paguajnë dhe ata rinë kot se në kohën e verës atje është shkon njeri, është temperatura shumë e lartë. Kjo është njëra që desha ta them. E dyta është që është e vërtet ne do ta fillojmë hap pas hapi ta realizojmë atë parkun e besimit. Ai do jetë patjetër do jetë një magnet i madh për zonën e Petreles, nuk diskutohet, po edhe për Tiranën në përgjithësi. Do jetë një magnet shumë i fortë, do kërkoj kohën e vet, se është shumë i lidhur me bimësinë, me pemët, me gjitha që duan dhe kohën e vet që të rritet. Por jam dakord që do jetë shumë tërheqës, ndërkohë që të jeni të sigurt, ne kemi parë shifrat e Marsit. Marsi, krahasim me Marsin e kaluar, është shumë fort. Edhe keni parasysh që ajo që ndodh për fat keq, me thënë drejtën, se ato janë gjitha vende me cilat ne kemi marrëdhënie shumë të afërta, po ajo që ka ndodhur në vendet e gjirit, që ka ndodhur me Turqinë, po ashtu, që ka ndodhur me Kiprin, të gjitha ato vende do kenë rënje dhe ne duhet ta marrim një pjesë sa do të vogël të asaj që bie andej. Dhe do vi këtu.
por po i kthehem asaj që thash në fillim, të gjithë ata që kanë investuar në industrinë e turizmit apo përfshirë në agroturizma kanë bërë një investim që është një investim që kërkon shumë, e dini mirë ju këtë gjë, kërkon shumë para në fillim dhe kthehet ngadalë, nuk kthehet shpejt. Por duhet jeni shumë strategjik, nuk duhet ju gënjej kjo masa e madhe që vjen për të zgjatur dorën më shumë se sa duhet për t'i marrë me çmimin e egzageruar ato që normalisht duhet merren hap pas hapi, sepse kjo do garantojë që të rritet reputacioni edhe që të krijohet stabilitet. Është e domosdoshme. Ndërkohë ajo që tha Blendi për mrizin, është ajo gjë që përpiqem edhe unë thosha në fillim që juve keni krijuar mjaftueshëm eksperiencë që të shikoni dhe të diversifikoheni në vende të tjera dhe për këtë do besoj do ju ndihmoj shumë edhe programi i dyfishimit të ndërmarrjes. Tani ka ndonjë tjetër që do të thotë ndonjë gjë? I zoti shtëpisë, po i zoti shtëpisë e mbyll, kështu që merre. Para ty falenderoj. Që kam në mbarë që na keni ardhur. Unë kam rreth 15 vjet, po që kam kombinuar të që tha zoti kryeministër, domthonë Tiranën me Vilbështovën. Siç tha dhe zotnia. Kam blet toka që i mbjell me jonç, me ulli, kam 10.000 rrënjë ulli atje. Edhe domethënë është ajo që lëndë e para do t'i bëjmë atje ku janë. Po, edhe pranë detit, ajo është zotësia jonë. Nuk e kërkoj. Na krijojnë lehtësi, po. Unë kam 34 vjet, si mjet që punoj me Kinën. Edhe kam marrë Kina ku hyn të thash se na shkatrohet. E zot. Po Kina ku hyn tash? Ku hyn Kina? Ha. Kina hyn ke farishtet që unë bi nga Kina. Po mi maj 12 lloj domate të verdha, domatina të verdha që kam shumë shok këtu. Nuk i dua ato. Unë i dua se mjalt. Ti i sill ka të verdhat, nuk i dua fare. Mirë. Ato si duhet. Mirë, unë do të bëj që të mi duash apo çfarë? Një kumbull që bën si domate edhe kur e shijon duket si pjepër. Pa çfarë kot? Domate është e kuqe për vlla. Merr çaj, ha. Jo e verdh, jo e vogël, jo. Kemë edhe vinalie. Po nuk punojmë ne këne. Ti e pasi si apo e ke mjell këtu edhe apo e ke? Gjithë e ke. Do më na ke fut këtu në toka të vogla. Po. Ju falenderoj shumë. E qave mbyllim. Pa. Shumë faleminderit.